marrës garancin, shqiptarët humbën 8 milion euro. Humbën 8 milion euro. Duhet të kishën mbajtur atë garanci. Po me sa duket, diçka është luajtur. Dhe kemi humbur kohë të vazhdueshme. Sepse çështjen e portit të ri nuk e keni bërë transparente, as me njerëzit, as me opozitën, as dhe me rëndësinë e madhe strategjike që ka ky port. Por, zoti ministër, unë sërish do i qëndroj atij emaili të zotit Grant Van Cleave, një personalitet i nderuar i botës së biznesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili nuk ngre një shqetësim në ajër. Dhe në mendimin tim, ky është një sinjal që vjen nga aleatët tanë, duke thënë thirrini mendjes, çfarë po bëni? Thirrini mendjes. Projekti që u përmendet për trefishim të kapaciteteve nuk e kemi parë asgjë kundi. Kemi parë në projektin e vogël. Mënyrën e financimit po ashtu, nuk dalin 400 milionë, ku do gjendet të tjerat. Dhe ç'është më e rëndësishmja, zoti ministër, është kjo. Na sqaroni pak, kush janë këto forcat e huaja që po ndryjnë në Shqipëri për të ndaluar të investim të madh. Sepse nëse ata ja dalin që do të sabotojnë korridorin 8, kjo është për ne shqiptarët është njësoj si të humbasim trenin e shekullit. Sepse nuk ka projekt më të rëndësishëm se sa korridori 8, nuk ka projekt më të rëndësishëm se sa ky korridor që afron dhe cimenton raportet e Shqipërisë me Perëndimin. Faleminderit. Faleminderit zoti Karakaçi, nëse kërkoni të shpreheni përsëri në mbështetje të nenit 96.5 e rregullorës, keni edhe 3 minuta. Faleminderit. Mendoj se është nevoja të theksoj dy fjalë, se diskutohet sikur porti integruar i Porto Romanos është mbajtur diku i fshehur dhe nuk është diskutuar apo nuk është konsultuar. Me lejoni të them vetëm 2-3 elemente. E para, njëherë qeveria e Shqipërisë me anë të vendimit numër 1 datë 14 tetor 2020 të Këshillit Kombëtar të Territorit ka miratuar planin kombëtar sektorial të transportit detar dhe infrastrukturës portuale, i cili ka për qëllim të shndërrojë portin ekzistues të Durrësit në një qendër urbane për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, turizmit dhe transportit detar të udhëtarëve. Zhvillimi i planifikuar i portit të Durrësit kërkon që disa nga aktivitetet portuale që zhvillohen aktualisht në portin e Durrësit të zhvendosen një port të ri, i cili njihet si Porto Romano, që ndodhet 10 kilometra në veri të portit Durrësit. Në përputhje me vendimin e mësipërm të Këshillit Kombëtar të Territorit, Autoriteti Portual Durrës ka siguruar një konsulencë, siç e thash, ndërkombëtare për hartimin e masterplanit të zonave portuale Durrës dhe Porto Romano. Masterplani strategjik Durrës-Porto Romano është hartuar nga Ernst & Young, dhe i cili, siç e thash, është kontraktuar nga Autoriteti Portual Durrës dhe është përfshirë në planin e detajuar vendor të Bashkisë Durrës. Pra gjitha dokumente publike, të cilat janë edhe konsultuar me publikun. Ky masterplan, për më tepër, është miratuar në vitin 2021 dhe në vitin 2022 nga institucionet shtetërore. Në vijim të këtij masterplani, autoriteti ka bërë një procedurë prokurimi për të marrë një nga studiot më të mëdha ndërkombëtare për të hartuar këtë projekt. Dhe siç e thash, ky projekt është lidhur me kompaninë Royal Haskoning, që është kompania holandeze më e madhe në Europë për sa i përket projekteve të porteve. Por, ka një fakt interesant. Kjo kontratë është amenduar me vonë. Pse është amenduar me vonë? Për të patur nevojën e projektimit të hapësirës së dedikuar për forcat detare ushtarake të NATO-s. Pra ju me të drejtë shqetësoheni për NATO-n, por ka qenë qëllimi, vizioni dhe objektivi i qeverisë shqiptare që aty të kishte një bazë detare të NATO-s dhe prandaj dhe ka bërë amendim të projektit. Çfarë ka ndodhur tjetër? Gjitha këto ide që unë flas janë artikuluar në nivel koordinimi politik gjatë ministerialeve të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruxelles. Me tej është lidhur dhe procedura konkurruese. E mbylla kryetar. Emaili që ju referoheni me të drejtë dhe më bëhet qefi që, si thua, është kënaqësi që
konsultoni me email-et të tilla, në fakt nuk është dërguar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë. Dhoma Amerikane e Tregtisë ka kanale komunikimi me anë të shkresave dhe komunikimeve zyrtare, është dërguar nga një individ i cili ka disa role private në kompani të ndryshme, por ka dhe një rol në Dhomën Amerikane të Tregtisë. Kështu që nuk është nevojë të emocionohemi që ka dërguar një email. Ajo çfarë unë po ju them, dhe shifrat dhe hapësirat e terminalit dhe zgjerimi i terminalit dhe i kontenjerëve janë të gjitha në dokumentat publike të miratuara nga institucionet shtetërore që ju referova më sipër. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kapri, keni dhe ju 3 minuta. Po, faleminderit. Në fakt, zoti ministër, është pak e vështirë për të besuar ju çfarë thoni, e duke pasur parasysh edhe përgjatë gjithë këtyre viteve. Se është fakt që tenderi dështoi pra, edhe s'po marrni përgjegjësi për këtë gjë. Dhe problemi është që ju jeni ministri infrastrukture dhe nuk e ditë çfarë lloj infrastrukture jeni në Shqipëri. Se nuk është vetëm çështja e portit Durrësit. Ju dhe portin e Vlorës e kthyet në një port pallatesh, në zonë për ndërtim pallatesh. Një port tjetër, ai i Limanit, është dhe ai në SPAK. Nuk dihet se ç'do ndodhi me atë port. Ky aeroport i Vlorës nuk dihet çfarë do ndodhi me atë. Ai Kukësit s'ka ndërmend të hapet. Aeroporti i Tiranës është monopol. Qytetarët paguajnë tarifat më të larta të transportit në rrugë. Te rruga e Kombit edhe tek Thuman Kashar. Kjo Thuman Kashar është 20 kilometra dhe paguhet gati 2.8 euro për kalim, nga më të shtrenjtat në Evropë. Sot, sipas Bankës Botërore, zoti ministër, shpejtësia mesatare e lëvizjes së shqiptarëve në rrugë është 33 km/h. Jemi vendi me lëvizshmërinë më të ulët, ndërkohë që numri i makinave është ende 2 dhe në 2.5 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian, që do të rritet. Pra 33 km/h është vrapja e njeriut, zoti ministër. Kjo është realiteti i infrastrukturës sot në Shqipëri. Unë do doja të besoja ju. Por eksperienca dhe vitet kanë treguar të kundërtën, se unë nuk gjej dot një rast të suksesshëm të kësaj qeverie në projektet e infrastrukturës. Të gjitha lotet e unazës së madhe që i ka bërë paraardhësia juaj janë gjitha në SPAK sot. Edhe aeroporti i Vlorës u njoftua që ai është në SPAK sot. Pra çdo projekt të madh në Shqipëri, ju e keni te drejtësia për shkelje procedurash, për vjedhje. Kështu që shqetësimi jonë është i drejtë. Nisur nga fakti që nuk ja dolët dot me tenderin e parë. Dhe së dyti, nuk kishit arsye pse ta anatemonit sipërmarrësin e njohur amerikan. Ai ngrinte një shqetësim parimor, jashtëzakonisht parimor, që e ngrita dhe unë në këtë sallë, se është diçka shumë serioze. Pra, është e vështirë të jepni garanci, zoti ministër, duke parë se çfarë keni bërë në këto 13 vite. Shumë e vështirë. Kështu që mendoj që qetësia olimpike nuk mund të vlejë shumë në tilla rast. Faleminderit. Faleminderit. Këtu përfundon zhvillimi i interpelancës, vijojmë me çështjen tjetër. Interpelancë me zëvendës kryeministre e Republikës Shqipërisë zonja Albana Koçiu, kërkuar nga deputetët Agron Sheja dhe Erald Kapri. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores. Në mirëkuptim të dy palëve, më raportohet, kjo interpelancë do të zhvillohet në një seancë të mëvonshme. Vijojmë me çështje tjetër të trendit ditës, pika 7, projekt ligji për ratifikimin e protokollit shtesë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore, ratifikuar me ligjin nr. 9696 datë 21/3/2007, referuar nenit 73.2 e rregullores. Nëse ka pyetje, nëse s'ka pyetje, vijojmë me diskutime paraqitjen e aktit nga zonja Ibrahimaj. Zonja Delina Ibrahimaj, keni fjalën. Atëherë zonja Ismaili do të bëj prezantimin.